Ky është parti i fundit i sipërmarrjes tuaj, ku finalizohet me sa shoh montohen reklama ndriçuese që janë pas nesh. Po, ky është pjesa e fundit e një reklame, e cila kthehet në realitet dhe jepet klientit dhe pak a shumë kemi një llojshmëri tabelash, tabela me ndriçim, tabela 3D, kemi tabela taksie, tabela të vogla të thjeshta për bizneset të shumë llojshme. Dhe në fund fare ato reklama është një reklam 3D quhet ajo, me etalbond, me kornizë alumini. Është një reklam gjithashtu personalizuar dhe brandohet sipas biznesit. Bëhet me frezim siç e treguam më parë dhe bëhet procesi i vendosjes së dritës, së ledit dhe që kthehet në tabel. Po, pas këtij procesi ju e finalizoni me montimin e këtyre reklamave, jo, me grupin tuaj të punës. Pas këtij procesi, çdo gjë bëhet gati, dërgohen profesionalistët, të cilët shkojnë e montojnë në vend, dhe më pas mbarojnë punë. Po. Alessio, atëherë unë falenderoj që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët, që tregove eksperiencën tuaj si i ri që punon në gjurmët e prindërve tuaj, babait dhe mamas tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistët e emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në një intervistë ekskluzive me Alessio Meta, administrator i Reklameta, e cila operon në qytetin e Kamzës prej 23 vitesh. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.